duam të përgatisim një çaj për të luftuar, për shembull, këto njollat që lën puçrat, aknet, puçrat në fytyrë, për t'i dhënë pak shkëlqim fytyrës, e kështu me radhë, mundet që të marrim dhe të përgatisim, për shembull, një çaj që le të jetë, për shembull, me petalet e trëndafilit, marrim një petale trëndafilit. Ja t'i bëjmë gati edhe çajnikët. Mund ta vendosim këtu ose te e vogla? Ku të duket më mirë? Atëherë, shikojmë. Hedhim petalet e trëndafilit, i përhapim pak. Hedhim nga këto lulet e tërfilit, ja. Pra do jetë si një lloj toniku që do të shplahet, do të vendoset në fytyrë. Ne nuk e tham kot që kjo përmban edhe këtë. Pra, këto fitoestrogenet që kjo përmban këtu, do të na ruajnë atë balancën e kolagenit në lëkurë. Pra, hedhim këtë, 2, dhe shtojmë ose pak kamomil, ose pak çaj të gjelbër, pra në varësi nga problematika që kemi. Nëse lëkura është e ndryshme, shumë mirë, ne mund të shtojmë pak çaj të gjelbër. Që ka dhe, jenë morim lugën, që ka dhe antioksidant. Po, për shembull, një lugë gjelle me çaj të gjelbër. Dhe kur çaji gjelbër është kështu si gjethe e madhe, si kokriza, është e mrekullueshme. Nëse duam që të përgatisim pak edhe ta bëjmë antiseptik, antioksidativ dhe antiseptik me këto që neve hodhëm këtu, kjo është e mrekullueshme. Nëse duam, mund të shtojmë edhe pak lule kamomili, hedhim afërsisht 2 gota ujë te ky çaj. Ujë të vluar. Ja, edhe kamomilin. Sepse na duhet që ti lëm të qëndrojnë në mënyrë që të lëshojnë të gjitha bimët që ne shtuam. Afërsisht edhe kamomili është një antiseptik i mrekullueshëm për lëkurën, po patjetër. Sa të mbulohen bimët? Hidhi edhe pak, kaq është e mrekullueshme, si sasi. Ky çaj do të lihet për shembull në këtë gjendje 15-20 minuta. Mandej e marrim e kullojmë dhe e përdorim mrekullisht mirë si një antiseptik për dezinfektimin e lëkurës. Pra, kam një alergji, kam puçra, akne, ndoshta edhe ato puçrat e bardha si me qelb, bëjmë shumë mirë që ta pastrojmë fytyrën me këtë antioksidant të fuqishëm natyral. Nuk ka tendencë asnjëra prej këtyre që të na krijojë alergji. Pra jemi të sigurt që këtë çaj ne mund ta përdorim edhe tek fëmijët, nëse ata kanë atë rrjebullën. Edhe të rrjebullën. Po patjetër. Interesante, sepse nëse do të marrim për shembull, le të themi kemi një person i cili ka egzema në lëkurë, e që ju afruam edhe rrjebullës së fëmijëve, po, nëse ka psoriazis, atëherë tek ky çaj do të ishte shumë mirë të shtojmë lëvoren e shelgut, pasi ka këtë acidin salicilik në përqindje të lartë që është një antiseptik i mrekullueshëm, dhe shtojmë edhe lëvoren e fshikokartit. Këto afërsisht është mirë që këto lëkurat neve t'i zjejmë herë mirë, pastaj po në valën e fundit, hedhim këto përbërës që ne shtuam aty, pra një dorë me lule të tërfilit të kuq, hedhim pak kamomil, ndoshta pak çaj të gjelbër, dhe me këtë çaj lyejm ose fytyrën e fëmijës, ose bryllat që janë me psoriazis, ekzemat, dermatitet e ndryshme, atopike, kështu me radhë, dhe kjo është edhe si një antiseptik, por ajo që na intereson neve është një rigjenerues i lëkurës. Pra, do të filloj lëkura nga thellësia në brendësi në sipërfaqe që të bëj atë rigjenerimin e saj. Ne e njohim me një pambuk ose një spray? Mund ta bëjmë kështu për shembull, nëse kemi pak vatra për shembull, nëse kemi pak, atëherë do të ishte shumë mirë që të hedhim një filxhan çaj për shembull dhe ta përdorim për larjen e lëkurave të irrituara.